Një tjetër familje në Kosovë është përballur me një lajm tragjik. Një punëtor i korporatës energjetike të Kosovës ka humbur jetën gjatë kryerjes së detyrave të tij në vendin e punës. Bëhet fjalë për Arbenit Ahmeti, i cili sipas sindikatës së re të Kekut humbi jetën pasi ra në kontakt me tensionin elektrik. Lajmi është bërë i ditur nga sindikata përmes një reagimi në Facebook, ku është publikuar edhe fotografia e punëtorit. Arbeniti ishte në krye të detyrës kur ndodhi tragjedia. Sindikata ka shprehur dhimbje të thellë për humbjen e tij, duke thënë se ai la pas familjar, miq dhe koleg, të cilët sot po përballen me një humbje të rëndë. Në reagimin e sindikatës thuhet se Arbeniti u nda nga jeta duke kryer detyrën e tij, ndërsa humbja e tij ka prekur jo vetëm familjen, por edhe gjithë komunitetin e punëtorëve të Kekut. Sindikata e re e Kekut u ka shprehur ngushëllime familjes Ahmeti, të afërmve, miqve dhe kolegëve të tij. Një jetë e humbur në vendin e punës dhe një familje që sot përballet me një dhimbje të pakthyeshme. Ngushëllime familjes dhe të gjithë të afërmve të Arbenit Ahmetit.